Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së demit. Sot do lexojmë Oracle letra që i quajnë telepati dhe do marrim një mesazh për ju të dashur demër. Dhe mesazhi juaj është rindezje. Rindezje. Tani, mesazhi i kësaj letre është çdo marrëdhënie ka ato momente magjike që mund të rindezen. Kjo kartë ju fton, apo kjo letër ju fton të kujtoni se asnjë marrëdhënie nuk është e humbur përfundimisht. Nëse ekziston ende ndjenjë e vërtetë, në çdo lidhje qoftë dashurore, miqësore apo familjare, ka momente të shenjta të mbushura me dashuri dhe energji të pastër që mund të rizgjohen sërish. Ndonjëherë një marrëdhënie mund të ftohet për shkak të largësisë, keqkuptimeve apo plagëve të së kaluarës, por kjo tregon që thelbi i dashurisë ende ekziston dhe ka potencial për të ringjallur apo rindezur. Pra, të dashur demër, mesazhi për ju është një thirrje për të rikthyer tek ndjenja e pastër që i bashkoi dy njerëz në fillim. Kjo mund të jetë për shumë gjëra, çfarëdo që të jetë. Nëse po mendon në një lidhje që ka marr distancë ose ka pasur vështirësi, kjo letër ju nxit të mos e hedhësh poshtë menjëherë këtë dashuri apo të dorëzoheni. Ka ende shpresë, ka ende zjarr në hirin e heshtjes. Është koha për të bërë një hap të vogël drejt tjetrit, për të kujtuar, ndjerë dhe rindezur. Mund të mirët në kuptimin e tjetër, jo vetëm dashurisë. Diçka duhet ndezur motorët, të dashur demër, për çfarëdo që të jetë.